E vërteta e hidhur për vajin e ullirit. A e di çfarë po konsumon? Vaji i ullirit është një nga produktet më të falsifikuara në botë. Ajo që mendon se është vaj ulliri ekstra i virgjër mund të jetë një përzierje e rrezikshme me vajra të rafinuar, kimikate dhe madje edhe mbetje industriale. Kompanitë e mëdha dhe fabrikat e vogla në fshatra abuzojnë me cilësinë, duke rrezikuar drejt për drejt shëndetin tënd dhe të familjes. Kompanitë e mëdha. Mashtrimi i organizuar. Vaj i përzier me vajra të tjerë të lirë për të ulur kostot. Shumë kompani përziejnë vajin e ullirit me vaj palme, vaj soje, vaj luledielli apo edhe vaj të ricikluar nga industria ushqimore. Këto vajra janë të pasur me yndyra të dëmshme që shkaktojnë probleme me zemrën, mbi peshë dhe inflamacion kronik. Vaj i rafinuar kimikisht. Disa prodhues përdorin vaj ulliri të prishur, të acidifikuar apo me myk, pastaj e përpunojnë me solvente kimike për t'i hequr aromën dhe shijen e keqe. Ky proces eliminon të gjitha vlerat ushqyese dhe lë një produkt toksik që e shet si ekstra i virgjër. Paketime që dëmtojnë vajin. Shumë vajra shiten në shishe plastike ose qelç transparent, duke e ekspozuar ndaj dritës dhe oksigjenit. Brenda pak javësh, vaji oksidohet dhe bëhet i rrezikshëm për konsum. Vaj i vjetër me datë të re. Disa marka të njohura riciklojnë vajin e mbetur nga vitet e kaluara, duke i ndryshuar etiketën dhe duke e shitur si prodhim i freskët. Sa herë që blen një vaj pa origjinë të qartë, mund të jesh duke konsumuar një produkt të ndenjur prej vitesh. Fabrikat e vogla në fshatra. Mashtrimi tradicional mos u gënje nga fjala i bërë në shtëpi ose bio, sepse shumë fabrika të vogla përdorin praktika të rrezikshme. Përdorimi i ullinjve të kalbur. Shumë fermerë mbledhin ullin të rënë nga toka, të mykur ose të prishur, që përmbajnë mikotoksina të dëmshme për organizmin. Ruajtje e gabuar në fuqi plastike ose depo të nxehta. Vaji i ruajtur në kushte të këqija oksidohet shpejt dhe mund të bëhet i dëmshëm për mëlçin dhe sistemin tretës. Përzierje me ujë ose krip. Disa prodhues e përziejnë vajin me ujë ose krip për të rritur peshën, por kjo ndikon në cilësinë dhe e bën produktin më të prishëm. Mikse me vaj të vitit të kaluar. Për të shmangur humbjet, fabrikat lokale shpesh përziejnë vajin e ri me vaj të vjetër, duke e bërë më pak cilësor dhe më të rrezikshëm për konsum. Çfarë ndodh nëse konsumon vaj të falsifikuar? Dëmton zemrën. Vajrat e përpunuar dhe të oksiduar rrisin rrezikun e bllokimit të arterieve dhe sulmit në zemër. Rrit rrezikun e kancerit. Kimikatet e përdorura për përpunimin e vajit janë kancerogjene. Shkakton probleme me tretjen dhe mëlçin. Vaji i oksiduar dëmton mëlçin dhe stomakun, duke shkaktuar fryrje, dhimbje dhe inflamacion. Përmban toksina të rrezikshme. Mikotoksinat nga ullinjt e kalbur mund të ndikojnë negativisht në sistemin imunitar dhe trurin. Si të mbrohesh nga mashtrimet? Blini vaj ulliri ekstra të virgjër nga prodhues të besuar dhe jo nga tregtar të rastësishëm. Zgjidhni vaj në qelç të errët ose bidon metalik, jo në plastik apo qelç transparent. Lexoni etiketën. Vaji cilësor duhet të tregojë datën e vjeljes së ullinjve, jo vetëm datën e skadencës. Testoni vajin. Një vaj i mirë ka shije të freskët, pak pikante dhe aromë të pastër ulliri. Mos lejo që mashtrimet e industrisë të dëmtojnë shëndetin tënd. Kur blen vaj, nuk po blen thjesht një produkt, po vendos për mirëqenien e familjes tënde. Bëhu i zgjuar dhe zgjidh gjithmonë cilësinë.